Petro Marko, si që dini, është nga emrat më të shquar të letërsisë moderne shqiptare. Ka një histori interesante të njohjes me gruan e tij Safo Markon, letërkëmbim, i cili ka mbetur gjallë dhe së fundmi ekskluzivisht po na e sjell shtëpia botuese Albas dhe sigurisht Ritën do ta kemi në lim për të na folur pak më shumë rreth këtij libri që quhet Një dashuri. Sigurisht të gjithë kemi lexuar libra me histori dashurie nga autorë të famshëm, të gjitha janë të publikuara, i kemi lexuar, po jo më pak histori të bukura kanë autorët shqiptar, kanë çiftet shqiptare që kanë shkruar. Konkretisht po flasim për Petron dhe Safon, ose siç e quanin njëri tjetrin, Petrolino dhe Safolino, ishin emërtime kështu të lezetshme që i bënin njëri tjetrit. Sigurisht dhe letra shumë të ndjera, dokumente, fotografi, memoare, të cilat së fundmi i janë besuar shtëpisë botuese Albas. Ritën e kemi në linjë dhe do flasim me të. Sigurisht është njeriu i dur për të folur mbi një temë ose mbi me një fjalë i janë dorëzuar njeriu të dur këto dokumente, këto fotografi. Kjo dëshmi e një dashurie të rrallë mes çiftit Petro dhe Safo Marko. Rita, përshëndetje fillimisht dhe urime për gëzime për librin. Përshëndetje dhe edhe unë të përgëzoj dhe të falenderoj që jam sot me ju pikërisht për këtë libër, për të folur edhe për dashurinë. Patjetër, por më duhet të theksoj që ju tashmë keni marrë dhe ekskluzivitetin e botimit të veprave të Petro Markos dhe kjo sigurisht nuk ka ardhur më kot, ka ardhur fal punës për kushtimit dhe seriozitetit që ka krijuar, ka nxënë besueshmëri, domethënë, te njerëzit, te publiku, te lexuesit shqiptar shtëpia botuese Albas. Po, të falenderoj që e thua këtë gjë dhe është e vërtet, në fakt Petro Marko është botuar shumë vite më parë, pavarësisht se koha ka pas kufizimet e veta, madje Petro Marko është nga ata shkrimtarë që është botuar që në 59-ën, është botuar edhe në Kosovë, në Prishtinë, dhe ndërkaq dhe disa libra të tij janë botuar, po me, siç e thash, me kufizime ose një libër tjetër me poezi u hot në karton. Do me thonë, fati i shkrimtarit si duket me ato ngritjet, uljet e gjithçka tjetër, ishte shumë i lidhur me jetën e Petro Markos. Edhe pas viteve 90, vepra e tij filloi që të botoi, por Petro Marko ishte nga të vetmi shkrimtar i rëndësishëm shqiptar që ishte duke mbetur pa kolanën e vet. Dhe pikërisht Aranita Marko, vajza e tij, shumë e përkushtuar me librat e teatrit, vendosi që të na japi ne si shtëpi botuese Albas të drejtën e copyrightit dhe që ne të fillonim kolanën. Me thënë të drejtën, kolana ka atë punën e vet serioze, sepse gjithmonë bashkëpunohet me studius, me njerëz që e njohin këtë vepër, por unë do të thoja që ne fillimisht nisëm të botonim vepra të cilat nuk ishin në treg. Petro Marko është habishme, ka një kërkesë të jashtëzakonshme për këtë shkrimtar, megjithëse ka 30 vjet që ai i mungon lexuesit. Do të thonë nuk është i pranishëm ke lexuesi, por që e duan shumë edhe jashtë kufirit, brenda kufirit, e duan në diasporë, edhe unë vetë jam çuditur se çfarë kërkesash ka për librat e tij, të cilët botohen dhe ribotohen. Dhe normal kurora më e ndritur është libri Një dashuri, sepse ky libër në fakt del edhe për herë të parë. Prandaj në panairin e vitit që shkoi në Tiranë, pati një interes shumë të madh për këtë libër. Në fakt, unë tani nuk e kujtoj sakt, po e di që e kam botuar dhe në Maqedoni, përpiqesha të kujtoja shpejt, po disa libra kanë qenë po e di që ka qenë obligative, si lektyrë e detyrueshme për gjithë lexuesit, kështu që ashtu e fillova dhe emisionin, Shpella e piratëve për gjithë është e njohur, pastaj Nata e Ustikës, ka shumë vepra të bukura, shumë modern në fakt, shumë modern. Një emër në katër rrugë, që është nga librat më të mirë, Hasta la Vista, libra që i kushton edhe luftës së Spanjës, ai duke qenë edhe në kampin e internimit, do me thënë, Petro Marko ishte tamam se ata shkrimtarët e brezit të humbur, Hemingway, Remarku, të cilët vërtet sollën atmosferën e luftës asaj kohe që i bashkoi edhe në brigadat internacionale dhe gjithë kjo ndjeshmëri ndikoi jashtëzakonisht e Petro Marko. Unë mendoj që ai e ka pas edhe të lindur këtë si shkrimtar pjesën e humanizmit dhe ndërkohë edhe gjithë atmosfera e luftës asaj kohe ndikoi. Shkrimtarët e asaj kohe ndikuan shumë në stilin e tij, por që prapë do të them që ai edhe këtë
do me thonë, stilin e vetë original, vërtet është indikuar nga stili i Brezit të humbur, po ka stilin e vetë original. Dhe më pas, edhe pas viteve, pas shkrimit të vendit që erdhi në pushtet Partia Komuniste, ai bëri një jetë jashtëzakonisht të vështirë dhe ata e gjithë si familje, dhe është tamam ajo që ai shkruan Safo Markos në librin e tij, që ne do duhemi shumë, por dhe do vuajmë shumë. Se dashuria paralele i ka këtë vuajtjen dhe dashurinë njëkohësisht. Shiko, dashuria i ka paralele se janë djesi, që është ajo ndjenja e dashurisë e xhelozisë, të cilin dhe ai vetë shpreh në letrat e tij, sepse janë letra që i përkasin viti 47-50. Pra është momenti që ata njihen të dy me njëri tjetrin, ai si një burr i guximshëm shqiptar i propozon menjëherë sa e sheh, thotë ti e kaq e mirë, kaq e bukur do jesh gruaja ime. Dhe pastaj të nesërmen i kërkon falje. Ata punonin në gazetën Bashkimi, Safo sa kishte shkuar vajza e re aty, dhe të nesërmen ai i kërkon falje, i thotë unë zitova dje. Thotë po unë prap dua të di, domethënë je vetëm, je fejuar si je. Edhe kjo i thotë jo, i thotë jam vetëm, ai thotë atëherë i thotë ti thotë do bëhesh që sot gruaja ime. Domethënë dhe Safo i tregon me shumë dashuri këto, dhe siç nisi aq e bukur kjo dashuri u ndërprej aq shpejt, siç dote në kohën e diktaturës në Shqipëri, që dhe si duket është dhe fati i njerëzve të lirë dhe human si Petro Marko. Dhe edhe Safo Marko do ta quaja, patjetër, që ai burgoset dhe megjithëse ata nuk kishin fëmijë, unë do ta quaja shumë heroike mënyrën se si u soll Safo në atë kohë, sepse ajo fare mirë nga gjithë presionet e pushtetit edhe mund ta kishte lënë, por jo, ajo e priti derisa doli nga burgu. Dhe pikërisht të gjitha këto shënime, siç tregonte Aranita, këto letra dashurie ishin të shpërndara në të gjithë shtëpinë, dhe që më në fund ne kishim jetuar, Aranita, jetonim, duke lexuar njëherë një rresh, njëherë një gjë tjetër, jetonim me dashurinë e tyre. Dhe ata krijuan një familje shumë mirë, shumë bukur dhe mendjehapur, madje edhe djali i tij, që është një poet i mrekullueshëm, edhe ai, edhe atë e burgosi pushtetit. Do me thënë, qa mund t'i bënte më shumë të keqe të madhe një humanisti si Petro Marko, që është simboli i qëndresës në kohën e diktaturës, do thoja, dhe simboli një shkrimtari që mbeti human pavarësisht nga gjithçka që i ndodhi. Këto letra e bëjnë edhe më shumë human, dhe ky është një dimenzion i ri përmes cilit ne do ta shohim Petro Markon, sepse autorët shqiptar shumë pak, mos them letërsia shqipe në përgjithësi, qalon në këtë drejtim të letrave të dashurisë. Qalon sepse kemi është ai drejtimi tjetër, që është drejtimi më tepër temës si nacionalitetit i kombëtares, domethënë japim një rëndësi shumë të madhe kësaj gjëje, por asaj pjesës aq të ngrohtë të personazheve, se Petro Marko ka personazhe dashurie të vërtet, shumë të ngrohtë. Qoftë edhe ky libër që tregon që ai është sa real në jetë, sa i dashuruar në jetë, është aq edhe në librat e tij. Dhe mua kur lexoja këto letra, më duket sikur ai po përshkruante personazhet e veta, jo veten e tij. Dhe siç thotë që do mbajmë lart flamurin e lirisë, ai shkruan e do mbajmë lart, do durojmë, do qëndrojmë dhe do mbajmë lart flamurin e dashurisë. Për momentin që po flasim, Rita, kemi disa shkëputje nga libri, fotografi të qiftit, të cilët janë disa fotografi faza pas daljes nga burgu, gjatë njohjes e kështu me radhë. Të falenderojmë njerë që na dhe të drejtën që t'i përdorim kështu për të parë disa fotografi. Patjetër. Letrat do kenë mundësi lexuesit që ta blejnë librin kur të jetë panajiri, sigurisht edhe në Albas në Tetov, ta marrin librin dhe ta shfletojnë, besoj që tash më do jetë edhe atje. Për ata që janë kureshtarë, se besoj se për historitë e dashurisë, sidomos të shkrimtarëve shqiptar, pasi siç e tham, kemi mungesë, jemi shumë kurios të dimë dhe sigurisht me shumë qejf edhe do ta lexojnë lexuesit. Patjetër, do me thënë edhe për ne është një kënaqësi vërtet e madhe që të sjellim një libër të tillë nga një shkrimtar si Petro Marko. Unë e mora me një kënaqësi të madhe dhe mezi po e prisnim madje, i thash gjithmonë i thoja Ranicës, më lidhini që këto letra t'i botojmë, sepse siç kanë vlerën e një dokumenti historik, kanë edhe, do të thënë, shkojnë për te personales, sepse kjo është e rëndësishme që vërtet të shkosh për te personales dhe të japësh disa mesazhe që megjithse
njeriu mund të ndodhet edhe brenda në burg, sepse ai vazhdimisht i shkruante. Ose unë tregova dhe disa raste që janë që mund të bëjnë sa të mallëngjesh, të bëjnë edhe të vësh buzën në gaz, si rasti që ajo nuk i shkoi kur ishte ditëlindja, dhe që ai thot ti tani po del me shoqet, ti je duke u kënaqur, unë jam këtu brenda, do të thotë që tregon edhe ato shenjat e bukura xhelozisë, sepse njeriu që dashuron edhe i dhëmbe, ashtu e nisëm madje që dashuria dhe dhimbja janë me njëri tjetrin, po një rast tjetër që do të tregoja që është vërtet shumë prekës, është momenti kur Safo i çon ushqim dhe ai është duke pritur. Kishte një pjesë e bukur që shkruante mesazhe, apo? Sepse ajo është duke pritur dhe policët atje thonë që dëgjojnë që do ketë dënime. Dhe ajo ri me zemër të ngrirë se mendon që mos dali nga ajo dera aty, do dilte dhe Petro dhe do dënoj, sepse ishte dhe kohë e dënimeve me vdekje. Dhe në realitet nuk ishte Petro, por ishte një miku i tij, i cili më vonë Safo dëgjoi që ate kishin pushkatuar me një pardesy të bardhë që kësaj mbetet në mendje. Do me thonë, ka dhe situata vërtet shumë tragjike, ose pastaj ka dhe histori të tjera se si Safo thotë që prap u gjen një mik i Safos që mua, u gjen një mik i Petros që mua të më ndihmonte, që unë të isha në Tiranë, që të kisha mundësi të çoja ushqimi, siç më ndihmoi mamaja ime që çonim ushqimin në burg, ashtu më ndihmoi dhe miku i Petros, ai shumë e donin Petron dhe në atë kohë, sa unë thotë, pastaj u punësova në Ministrinë e Bujqësisë si ilustruese, dhe që të kisha mundësi që të rija pranë ti. Edhe vetë Petro në kujtimet e tij tregon dhe raste të disa miqve të tij që tregon se për shembull që disa nuk i gjykon, edhe ata cilët kishin frikë t'i jepnin dorë, por nga ana tjetër tregon një rast shumë bukur dhe me drejtora Godin, që thot më takoi në rrugë dhe më tha, ishte dita e 5 majit, të lutem hajde pim një kafe, dhe kur shkoj në kafe i thot unë tani po pi kafe me një dëshmor të gjallë, sepse ishte 5 maj, dita e dëshmorëve, ai kishte bërë në familjet e dëshmorëve që kishin vdekur. Pra, të gjithë njerëzit e dinin se çfarë personaliteti ishte Petro, por ishte koha që nuk guxonin, sepse presioni ishte aq i madh dhe secili mbronte familjet e veta. Jashtë do të thotë që një presion në një kohë diktature ja bjer njeriu vlerat e mëdha. E megjithatë dhe në atë kohë Petro për shembull edhe nuk gjykon ata që nuk vepronin dot, por ndërkaq nuk haron asnjëherë edhe miq të cilët e mbështetën në atë kohë. Por në heshtje të gjithë, siç e the edhe ti vetë, kishin një lloj adhurimi për Petron. Edhe ju vetë. Kishin dhe pak të tregoj, po. Edhe ju vetë që keni dashur të atakoni njerë, e dëgjova në një intervistë që keni dhënë së fundi. Po. E kam, edhe nuk do të harroj asnjëherë dhe ai mund të ke pendesat e mia, se ishte shumë afër, shikoja profilin e tij, tamam siç e ka pikturuar edhe Safo, dhe me cigare, me kafen, edhe thash ti them, unë të adhuroj, të dua, kemi dëgjuar për ju, se ishte fillimi. Dhe po kaq prekës, është dhe një histori tjetër që tregon dhe mbyllet ky libër, që e tregon edhe Safo, që ishte viti 90 dhe ata njerëzit poshtë dritares së tij, rrisnin emrin e Petros, edhe ai doli në dritare. I sëmur edhe ja pra shpërblimi më i madh, do me thënë të bëhesh i lumtur megjithëse je në ditët e fundit ke kaluar një vështirësi aq të madhe. Dhe prandaj Petro është një figurë që vërtet është kontestuar, por është kundërshtuar vetëm në kohën e regjimit, se më pas lexuesi ka qenë shumë krahapur, e ka pritur me shumë dashuri. Dhe vazhdon edhe sot, unë e thash, ka 30 vjet që nuk jeton, dhe lexuesi brezi i ri edhe brezi i ri e lexon. Aq letërsi, sepse letërsia e tij është dhe letërsi që të shkon drejt në shpirt. Është njerëzore, ai nuk merr poza të shkrimtarit që do t'i tregoj lexuesit se sa kulturë ka, do të thonë nuk ekzistojnë këto gjëra në natyrën dhe në stilin e Petros. Në fakt, kur pash fotografitë Rita, e kujtova sa çift francez dukeshin për vitet që po flasim. Shumë dukeshin bukur, të veshur bukur, shumë modern. Ose kur janë në gjithë familja në buzë të detit duke ndërtuar të kalan.
Po, e kemi fotografin, po shkon tani Rita, ti s'ke mundësi që ta shohësh, por vazhdimisht po sillet në ekranet tona ajo fotografi, e kam veçuar. Po, ajo me kalan është edhe unë kam mendu diçka që është ajo që prindërit mundohet t'i mësojnë fëmijët se sa, edhe sa vështirësitë e sa e bukur është të ndërtosh një kala ëndre, një kala shprese. Dhe prandaj bëhet edhe më mallëngjys figura e tij, po edhe e gjithë familja e tij. Dhe megjithatë ata janë njerëz kaq human, edhe nga Ranita nuk kam dëgjuar njëherë një fjalë ose të shaj dikë ose të jetë mbushur me mlet, megjithëse jeta ju ka kaluar vërtet në një mënyrë shumë të vështirë. Ditët e fundit u bë dhe një aktivitet në Imar, shkoi një grup shkrimtar studiusi Bear Gjoka, i cili ka bërë dhe një libër shtrues studimi për Petromarkon, edhe për fat keq unë isha jashtë dhe nuk isha atje, po që pash edhe nga postimet që ishin mbledhur shumë njerëz, kishin shkuar ke monumenti i tij, të cilin e ka bërë me aq dashuri skulptori Agim Rada, kishin shkuar në Vareza, do të thënë një kujtesë shumë e bukur, një requiem shumë e bukur për Petromarkon. Mendoj se ky libër që është botuar do ta rikthej edhe një herë vëmendjen te Petroja. Njerëzit do ta rizbulojnë, si të themi, kjo edhe për faktin që ju do ta botoni edhe një herë siç duhet, të kompletuar. Kemi edhe disa botime të tjera, derisa të vi momenti i kolanës, e cila do ketë edhe ajo kriteret e veta të botimit. Do kemi edhe një libër tjetër, disa poezi të cilët janë hedhur në karton dhe që nuk janë botuar. Sepse ne e njohim më shumë Petro në prozë, pak e njohim në poezi. Po, dhe ato kanë qenë poezi të ndaluara, po. Dhe pastaj disa tregime fëmijërie dhe këto nuk janë botuar. Librat për fëmijë si Shpella e piratëve, edhe 2-3 griva, Fantazmat e Planit 3+4, janë ribotuar tani me ilustrime të reja. Edhe Kolana ka marrë një dizajn të bukur, një kombinim i portokallis me të bardhë edhe me disa elemente elegante të zeza, se donim ta sillnim normal, ajo u bë nga ilustruesit, dizajnerët, Semela, por në një farë mënyre u miratua edhe nga familja e Petros, po edhe nga bordi, sepse nuk është gjë e vogël, është diçka që ngelet. Një kolan e tillë që do sillet me një frymë të re, është diçka që ngelet. Dhe ilustrimet janë bërë nga një piktor shumë i talentuar që jeton në Gjermani, Arthur Alia. Pra jemi munduar që të ofrojmë njerëz, edhe studius tash jemi duke ofruar që të përgatisin pasaj kolanën sipas atyre kritereve të cilat po i mendojmë më mirë. Tani janë vetëm libra të cilat i kërkon tregu dhe që nuk ishin në treg, jemi duke nxjerrë. Edhe tregu i zi është mangur, se ne e dim të gjithë se sa e vështirë është, sidomos për disa libra të cilat kërkojnë shumë nga lexuesit, që kam bizoturuar dhe tregu i zi për shkrimtar të tillë si Petromarko, ose ne bëm edhe serinë e librave të Bedrideti, se ka qenë një problem shumë i madh. Vetë librat e Kadares kanë qenë në tregun e zi. Do me thënë, është një problem shumë i madh. Dhe kur një botues serioz i merr përsi për këto gjëra, normal do shmanget edhe këto dukuri të këqija, të cilat s'kan të bëjnë asgjë. Kjo gjë e zezë s'ka të bëj fare me bukurinë e veprës, kolanës, së Petromarkos, me mesazhet që jep ai e gjithçka tjetër. Rita, në kohën që po flasim ne, gjithçka është digitalizuar dhe më nuk shkruhen letra dashurie. Nganjëherë për këtë gjë më vjen keq, sepse janë krejt në formë elektronike dhe në një çast, po të ndodh diçka e tmerrshme në botë, na humbasin të gjithë fjalët e dashurisë që i shkruajmë njëri tjetrit. Besoj që këto letra janë nga të fundit që janë shkruar. Dhe nuk shkruen më, nuk do shkruen më kështu letra. Po, besoj dhe unë, megjithatë edhe unë, shiko letra fizike në pas edhe deri te brezi im, po flas para 20 vjetësh. Ke shkruar ti vetë letra dashurie? Po, unë kam letra dashurie, i kam ruajtur. Do t'i votoj? I kemi shkruajt edhe ca gjëra të vogla me partnerin tim, nuk është se janë aq shumë, po që vërtet i ruaj, nuk e di, i ruaj si nga kujtimet më të shtrenjta. Shiko, Xhume, kur flitet për dashurinë, këtu nuk është fjala për ato pasuritë e shmuara, ato trashëgimit me vlerat mëdha monetare. Dashuria vetë është një gjë që trashëgohet.
Dhe unë gjithmonë them që nëpërmjet librit të trashëgojmë dashurinë, ashtu siç bëri ky shkrimtar i madh, nëpërmjet edhe familjes së tij, edhe ne vetë na jep një mesazh të madh që çfarë do t'ju lëm pas fëmijëve, pikërisht të lloj trashëgimie të duan, të jenë human, si personazhet e Petro Markos, të duan, të ndihmojnë njëri tjetrin në momente të vështira, të respektohet familja, të respektohet gjithçka që ka lidhje me atë që përbën edhe idealizmin apo karakterin e njeriu. Rita, faleminderit shumë për gjitha informacionet që na dhe për librin. Shpresoj që ata që janë bërë tashmë kurreshtar do ta kërkojnë librin, por më intereson të di se po merresh, po shkruan diçka sigurisht. Mbrëm më the diçka, nuk e di nëse guxoj ta nxjerr këtu, po shkruan poemën e mungesës. Jo, mundet. Mundet? Po, edhe është një poem filozofike më shumë. Nuk kam dashur thjesht të sjell një privatësi time. Legjarti im nuk përbëhet nga privatësia, sepse nëpërmjet gjithë ndjesive të mia, eksperiencave të mia, unë kam dashur të thyej ato kufit për ta kaluar më tej. Dhe prandaj më është dashur një kohë e madhe, sepse nuk dua thjesht të flas për mungesën time, për humbjen e partnerit dhe të dashurisë time të madhe në jetë, po kam dashur ta kaloj dhe te poezia e një mungese të madhe, e një vetmie të madhe, që ne sot përmendëm dhe rrjetet sociale dhe duket sikur gjithë kohën e jemi mes njerëzve, jeta lëviz shumë shpejt. Po unë do të thoja që njerëzit ndjehen dhe të vetmuar, njerëzit idealist, njerëzit që kanë pasionet nda, ka momente që ndjehen edhe të vetmuar. Dhe duhet të ndjejmë që jemi bashkë, gjithë ne njerëzit e vetmuar jemi bashkë, dhe që sadopak me vargjet e mia, duke ka përcyer dhe atë filozofinë e jetës, të vdekjes, duke shkruar dhe për këtë gjë, të ndihmoj edhe të gjithë njerëzit e tjerë. Më vjen mirë që folëm për librin Një dashuri me një grua për cilën di që ka dashuruar fort dhe ka historinë e dashurisë më të jashtëzakonshme së bashku me partnerin e tij. Dhe ju kam premtuar që do ju vi, do bëjmë aktivitet aty. Ne ke borxh. Dhe që besoj përpara verës do ta bëjmë, ndërsa për poemën e mungesës mbasi të dalë. Faleminderit shumë, Rita. Për fund të pyes, ka ndonjë arsye pse një dashuri apo një dashuri, njëra nga ato, se ka shumë dashuri? Pse është titulli? Një dashuri, po, pikërisht. Kjo nuk ka lidhje me atë se sa herë dashurojnë njerëzit. Po një dashuri është shumë përcaktuese, po edhe modest si titull, kjo është një dashuri nga dhe dashuritë e tjera. Shumë bukur. Faleminderit shumë, Rita, edhe një herë. Faleminderit shumë. Petro im, sa vuaj në këto ditë pas vendimit. Vuaj më tepër se ti më the që të dukem pak si e ndryshuar. Po unë nuk ta vëre. Ne kemi një jetë të tërë përpara. Zoti dhe koha le të jenë dëshmitar të kësaj dashurie të pakufishme që unë kam për poetin dhe piratin tim. Prit letër, të përqafoj dhe të puth me dashuri Safua jote. Safolina ime, të kujtohet kur të thoshja dashuria jonë lindi nga tufani ndjenjave tona dhe tufani jetës kërkoi dhe kërkon të na çkput njëri nga tjetri. Po as dekja nuk do të na ndaj, o Safolina ime besnike. Roj me ty, ndëroj si sytë e bukra të tu dhe kridhem në to. Dhe aty humbas në arenën e dashurisë sonë të pashembëlt, sa të dua. Dhe është fuqia e dashurisë sate që më thot, jeto për goqen.